çështje edhe e perceptimit. Ka qytetarë që mendojnë që në Maqedoni të Veriut ose në shtete tjera ofrohet shërbim më i mirë, ka sistem më të rregulluar, po që ti perceptimi a do të duhej me që ky perceptim a do duhej me u pasu me ndonjë fushatë institucionale shtetërore, me tregu që edhe në Kosovë ka shërbime të njëjta, nëse jo edhe më të mira. Fatkeqësisht po ekziston një perceptim kështu në përgjithësi në kulturën tonë se shërbimet në vendet e huaja janë më të mira se sa në Kosovë. Dorën zemër këtij perceptimi pavetëdijshëm ndonjëherë i kontribojnë edhe na mediat. Për çka unë konsideroj që duhet kemi tepër shumë kujdes kur raportojmë për raste të ndihshme të cilat ndodhin në sistemin tonë shëndetësor. Për të, si më thonë, për mos çu ujë në pusin e vendeve të rajonit të cilat i kanë target pacientët e Kosovës për të marrë milionat prej qytetarëve të Kosovës. Prandaj është shumë e rëndësishme që po ashtu të ketë edhe një fushat vëdësuese ose informuese ose çka do të qoftë për shërbimet të cilat kryen në Kosovë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ne shpeshherë këto fushata i bojna na mediat pa asnjë përgjegjësi për të promovu ndoshta shërbimet shëndetësore, sepse në fundit nuk është roli jon ai, por na e bëjmë këtë prej vullnetit të mirë për të informuar publikun dhe shikuesit ose lexuesit tanë, por këtë nuk e bojnë institucionet publike. Ka raste kur ta zëm në shërbim spitalor klinik universitar kryen raste interesante, raste të rralla, nisin shërbime të reja dhe nuk informohet publiku. Po e marr vetëm shembullin e kur ka fillu shërbimi i strokut në QKUK, spitalet rajonale ose spitalet e përgjithshme nuk kanë qenë të informuar. Para mendoj çka ndodh domethënë në sistemin tonë shëndetësor. Prandaj është shumë e rëndësishme që të ketë informim. Potencialisht kanë mujtë me delegu në sektorin privat, pacient. Po, sidomos për shërbimin e trombolizës, i cili kryhet edhe në sektorin privat, pacientët që nuk kanë qenë të informuar për QKUK kanë përfunduar ose në privat ose kryesisht shkojnë në Tiranë për këtë shërbim. E që është kosto shumë e lartë, diku 20 deri në 30.000 euro. Përveç dializës, a ka edhe shërbime tjera që i nxisin pacientët e shteteve tjera me ardhmë në Kosovë? Edhe në sektorin privat. Ka raste të qytetarëve shqiptar të Maqedonisë, cilët vinë në Kosovë, por janë raste pak më të rralla. Ka raste që është një gjë e mirë, qytetarë të komunitetit serb